Në prag të festës së Fider Bajramit nuk ka munguar një mesazh urimi nga arkipeshi i Shkodrës Imzo Gjovani Peragjine. Ai kërkoi që të ecim në rrugën e mirësisë dhe mshurisë dhe paqes në të gjithë botën. Shumë i nderuar Imam Muhamet Sytari mifty i Shkodrës, vëllezërve dhe motra musliman, në emrin tim personal dhe në emër të Arqidioqezës Metropolitane Shkodër-Pult ju uroj gëzuar festën e Idel Fitrit Bajramit. Festa Bajramit vjen pas agjerimit dhe lutjes që bëhet gjatë muajit Ramazanit, i cili është i rëndësishëm për jetën e bashkësisë muslimane dhe që uroj t'i ketë dhënë secilit një forcë të re në jetën shpirtërore personale. Po ashtu këshilli papnor për dialogun ndërfetar ju shpreh të gjithëve ju urimin e tij të përzemërt, si vit mesazhi i tij ka si moto tek krishterët dhe musliman ajo që shpresojmë të bëhemi së bashku në një botë të shënjuar nga padrejtësia, konfliktet dhe pasiguria për të ardhmen. Thirrja jone për bashkët bashkëmbart shumë më tepër sa praktikat të ngjashme shpirtërore. Bota jon ka etje për vëllazëri dhe dialog të njëmend. Së bashku muslimanët dhe krishterë mund të jenë dëshmitar të kësaj shprehje me bindje se Mesia është e mundur pavarësisht peshës së historisë dhe ideologjive. Prandaj ajo që duam të bëhemi së bashku është të jemi vëllezër dhe motra në njerëzishmëri, të cilët e çmojnë thellësisht njëri tjetrin. Besimi ynë në Zot është një visar që na bashkon. Në pamundësi të jemi pranjush në këtë ditë feste për shkak të angazhimeve jashtë vendit, ju uroj edhe një herë përzemërsisht Zoti i mëshirshëm dhe i gjithëpushtetshëm na ndihmoj që të ecim gjithmonë në rrugën e mirësisë, të dëmshurisë dhe të paqes në gjithë botën. Për shumë vjet Bajramin, shkruaj në mesazhin e Imzo Gjovani Peragjine.